kur u bone ti me Vjosa Osmanin, ti e kon gjithë kundër saj. Dhe mendoj që ky është diskursi që është tu përpjek me ndërtu lëvizjeve vendose. Unë s'jam pro Vjosa Osmanit. Unë mendoj që Vjosa Osmani ka shkaktu dëm jashtëzakonisht madh këtij vendi, për cilin do të flas tash në raport me prokurorinë. Megjithatë, tutori i saj është Albin Kurti. Dhe unë besoj që zoti Kurti në krejt të këqijat e tij, zullumin e tij është i sinqert. Dërsa Vjosa Osmani nuk është i sinqert. Por megjithatë këtij vendi i duhen politikanë të cilët kur e kuptojnë që është gabim, bëjnë kthesë. Dhe kthesën që po e bën zonja Osmani nuk po e bën, pse ajo është e bindur që është gabim Albin Kurti, por pse mbeti pa pozitë. Dhe kjo për mu natyrisht flet për një ego të jashtëzakonshme personale të dikujt, për interes personal, por megjithatë duhet me ndodhë diçka, një thyrje e madhe që me u definu e mira dhe keqja. Dhe neve gradualisht, si mas meje, po na rrëshqet situata në ndarjet e dy poleve. Vjosa Osmani, Albin Kurti.